Rikthehemi në pjesën e dytë të programit. Zonja Iliriana Kuçana është me mua në studio tani. Ajo kandidoi në zgjedhjet parlamentare të 11 majit për qarkun e Durrësit. Mirë se vini në studio. Kënaqësi ju kem këtu. Ju nuk arritët të fitonit mandatin e deputetit, po sigurisht kjo nuk ju largon juve nga zhvillimet e përditshme politike, sidomos tani kur kemi të bëjmë me nisjen e legjislaturës së re, me kuvendin e ri të dalë nga kjo zgjedhje. Një kuvend ose zgjedhje të cilat Partia Demokratike në fakt nuk i njeh, por zgjodhit ishte pjesë e këtij parlamenti. T'ju pyes, jeni e keqardhur së pari që nuk jeni dot në atë sallë kuvendi? Për hir të vërtetës, kur shikoj se çfarë po ndodh në atë parlament, edhe kur shikoj se sa shumë ka rënë niveli i parlamentit, nuk është se jam shumë e keqardhur për hir të vërtetës, sidomos me këto zhvillime që kam parë ditët e fundit. Sepse në parlamentin që është ullur drejtora Agolli, prej Lindas, njerëz të cilët realisht kanë pasur perceptim tjetër, kanë pasur vizion tjetër, formim tjetër, integritet tjetër, unë mendoj që niveli i parlamentit lë shumë për të dëshiruar. Unë e vërtet që isha kandidate për deputetin qarku Durrës, jam shumë krenar për fushatën që kam zhvilluar. Unë e vazhdoj betejën time, se jam antare e Këshillit Kombëtar, e zgjedhur nga demokratët, për t'i përfaqësuar dhe për qenë zëri i tyre në çdo betejë ku duhet të themi që të bësh betejë në opozitë, unë mendoj që është sakrificë e madhe, por nga ana tjetër është edhe privilegj për t'ju shërbyer dhe për të qenë zëri i demokratëve. Patjetër, unë e di që ju kontributin do të vazhdoni ta jepni edhe brenda strukturave të Partisë Demokratike, është mbledhur kryesia, është mbledhur grupi parlamentar, mandej do të vijohet me mbledhjet e radhës, është zgjedhur grupi parlamentar, sot u zgjodhen edhe 4 kryetarët që do të përfaqësojë opozita në komisionet e përhershme parlamentare, që do të jenë 11 këtë herë, sepse u vendos sot nga kuvendi i Shqipërisë. Cili është komenti juaj për atë që keni përballë, kundërshtarin tuaj politik, qeverinë Rama 4? Unë mendoj që ne jemi përballë një autokracie, jemi përballë një regjimi, dhe ne e dim që jemi përballë një regjimi, dhe duke ditur këtë, patjetër që opozita duhet jetë gati me disa plane, opozita duhet jetë gati për të jo vetëm në betejën në parlament, por edhe jashtë parlamentit, edhe me protesta, edhe me risi, edhe me ristrukturim të Partisë Demokratike, në mënyrë që ne të bëhemi gati për të bërë një betejë ku nuk do të jetë një betejë e lehtë, sepse ju e dini, ishit viktim e këtij narko-regjimi, edhe gjej rastin për t'ju përgëzuar, edhe për t'ju thonë edhe shqiptarëve që na ndjekin se kur qëndrohet dhe kur jeni me të drejtën, në të vërtetë mund të jetë pak sfilitse, lose, por në fund fare e drejta gjithmonë triumfon. Edhe kjo është edhe një mesazh për t'ju thënë që ne do vazhdojmë në betejën për demokratët. Ne kemi detyrim të madh për 500.000 demokratë, por nga ana tjetër ne kemi edhe një përgjegjësi të madhe për elektoratin grek. Sepse opozita nuk i flet vetëm demokratëve. Sepse për të ardhur në pushtet i duhet edhe elektorati gri. Dhe për të thithur atë pjesën e elektoratit gri, do na duhet pikërisht një model ndryshe nga ç'kemi bërë më përpara 4 viteve të mëparshme. Si duhet jetë ky model ndryshe? Pra unë personalisht nuk mendoj se elektorati gri do të na ndjek nëse ne do vazhdojmë me djegjen e karrigave, me atë performancën e cila për mua edhe për një pjesë të madhe edhe të kolegëve të mi, po ndoshta edhe ata të cilët duhet të themi janë pak më të ftohtë në gjykimin politik, kërkojnë diçka tjetër, kërkojnë vizion, kërkojnë strategji, kërkojnë ripërtitje të Partisë Demokratike, kërkojnë figura të reja, kërkojnë që Partia Demokratike të jetë gati sepse jemi edhe për zgjedhje të pjesshme, por nga ana tjetër kemi edhe një betejë përpara në 2027-ën, ku ne nuk mund t'ju themi më demokratëve që Rama na i vodhi. Ne e dimë që Rama do të vjedhë çdo palë zgjedhje që ne do kandidojmë dhe çdo palë zgjedhje që ne do garojmë, sepse Edi Rama tashmë ne nuk mund ta ndryshojmë kundërshtarin. Atë çfarë mund të bëjmë ne është të ndryshojmë vetveten tonë, të ndryshojmë shtëpinë tonë, të fillojmë me reformat brenda Partisë Demokratike. Kemi pasur kohën e mjaftueshme për një reflektim të gjatë, ku duhet të themi që tashmë ne duhet jemi gati me skenare që Partia Demokratike do t'ju paraqesi 500.000 demokratëve, ku gjej rastin t'ju them për ulëm përpara tyre me shumë respekt, sepse pavarësisht betejave ku duhet të themi demokratët kaluan në të zgjedhje, presionit, shantazheve të ndryshme, ata që ndruan në krahun e Partisë Demokratike. Pra ju thoni që duhet një tjetër model që duhet ta udhëheq tashmë Partinë Demokratike, se do vi prap ky momenti kur ata do të kërkojnë ngritjen e komisioneve hetimore parlamentare, siç në fakt kanë deklaruar, dhe mund të ndeshen prap me rezistencën e kësaj qeverie që ndoshta mund të prodhojë sërish një reagim të tillë me, ndoshta jo me karike të djegura, po me një reagim të tillë, të fortë. Ju jeni kundër kësaj, pra ju
kërkoni një model tjetër brenda së djathtës, brenda Partisë Demokratike? Unë kërkoj një model tjetër, kërkoj skenare të tjera. Ne i kemi provuar 4 vitet e shkuara këto modele, kemi provuar edhe ngritjen e komisioneve, nuk ka prodhuar asgjë. Duhet të themi që Edi Rama ka të gjitha pushtetet. Duhet të themi që Edi Rama në mandatin e 4 bëhet më shumë arrogant. Nuk mund të bëhet më për ulës, nuk mund të kuptoj as hallin e qytetarëve, as hallin e opozitarëve. Edi Rama ka vetëm një qëllim, edhe unë mendoj që edhe mediat, edhe ne kemi rënë pre, Partia Demokratike nuk duhet të bjeri pre të komentoj diellën dhe të merret me diellën, sepse unë mendoj që edhe qëllimi i Ramës ka qenë pikërisht për të marrë me një banalitet si diella. Unë mendoj që opozita duhet të jetë gati për të pasur skenaret gati, për të dalë në terren, sepse ne na sjell në pushtet njerëzit. Pra duke qenë pranë njerëzve, duke qenë pranë elektoratit, fillimisht për të qenë në këtë moment për krah atyre 500.000 që na kanë votuar dhe na kanë zgjedhur, dhe më pas për të pasur edhe ne vizionin ton për t'ju paraqitur, thash, vazhdoj ta them, elektoratit gri. Në Shqipëri ka një pjesë të madhe të cilët nuk votojnë. Unë personalisht isha kandidate për deputete dhe kam takuar njerëz të cilët nuk kishin besim. Dhe ne duhet gjejmë figurat e duhura, njerëz me integritet në Partinë Demokratike, që këta njerëz t'i nxjerrin për të votuar dhe për të qenë t'i rikthejnë besimin. Pra me sa kuptoj unë ju po sugjeroni që të merreni fillimisht me bazën. Pastaj, unë personalisht mendoj që Partia Demokratike duhet merret me demokratët. Për mua Partia Demokratike janë demokratët, për mua më e rëndësishme është baza, struktura, por që t'ju shkohet strukturave duhet t'ju shkohet me një plan konkret. Dhe duhet kemi një koherencë, duhet kemi një moral politik, pra ne duhet jemi shumë serioz me demokratët, sepse pavarësisht vështirësive që kaloi Partia Demokratike, demokratët qëndruan krahun tonë. Edhe pa vul ne arritëm të merrnim 500.000 vota që nuk janë pak, apo jo. Pra treguan që demokratët janë stoik në qëndrimin ndaj Partisë Demokratike. Ne ju kemi një borxh të madh demokratëve dhe duhet ja ushlymë. Si duhet ja ushlymë? Duke filluar nga shtëpia jonë.